Vlezër të nderuar, xhamat të pranishëm. Allahu Azza wa Jall e ka privilegjuar këtë ummet, ashtu siç tha Muhamedi alayhi salatu wassalam, inna hadhi ummatu marhuma. Ky ummet i Muhamedit alayhi salatu wassalam është ummet i mëshiruar nga ana e Allahut Azza wa Jall. Është ummeti i fundit nga ummetet e pejgamberëve që i kanë pasuar, që e pasojnë vullën e pejgamberisë Muhamedin alayhi salatu wassalam. Mirë po do t'jetë ummeti i parë i cili do të futet në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ki ummet është ummeti që do t'jeton më pak mes 60-tave dhe 70-tave, wa qalilun ma yatajawazu dhalik, dhe pak prej tyre janë që te i kalojnë këtë mosh. Mirë po Allahu Azza wa Jall nga mëshira dhe rahmeti i tij i ka zgjedh disa kohë, i ka zgjedh disa muaj, i ka zgjedh disa dhe i ka privilegjuar dhe i ka shtuar me vlera shumë të mëdha, ashtu siç jemi sot në këtë ditë që janë nga ditët më të zgjedhura të Allahut Azza wa Jall, siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, afdalu ayami dunya al-ashr dhul-hijja, ditët më të vlefshme në këtë botë, ditët më të zgjedhura tek Allahu Azza wa Jall janë ditët e 10 të muajit të Dhul-Hijjes, që sot jemi dita e ditët që Allahu Azza wa Jall i ka privilegjuar. Në këtë i ka privilegjuar 10 ditët dhe ju ka dhënë atë shumë vlerë, derisa Allahu Azza wa Jall u betohet në këtë ditë dhe tha wal fajr, pasha agimin, walayalin ashr, dhe tha pasha këta 10 ditët, wash-shaf'i wal watr, dhe tha pasha bajramin i cili është çift, dhe pasha tekun e cila është dita e Arife apo dita e Arafatit. Nga vlera e madhe vëllezër të nderuar, Allahu Azza wa Jall na tregon neve në kontaktin e parë të cilët e kishte Musa a.s. me Allahun Azza wa Jall, dhe momenti i parë që i foli Allahu subhanahu wa taala Musa a.s. dhe ditët të cilët ja zbriti Teuratin, Allahu subhanahu wa taala ishte mu në ditët e Dhul-Hijjes. Allahu Azza wa Jall tha wa wa'adna Musa 30 lejleten wa atmamnaha bi 10 wa tamma miqatu rabbih 40 lejla. Allahu Azza wa Jall tha, ja caktuam, ja premtuam Musa a.s. në takimin ton me të 30 net, pastaj ja shtuam dhe 10 të tjera për të plotësuar takimin me Allahun Azza wa Jall, e ata 10 ditë të cilët ja shtoi Allahu Azza wa Jall nga vlera e cila ishte e madhe, ishin 10 ditët e Dhul-Hijjes, ashtu siç thojnë mufesirët, komentatorët e Kur'anit. Po vëllezër të nderuar, Muhamedi alayhi salatu wassalam kur u pyet për vlerën e këtyre 10 ditëve aq të vlefshme, e pyeti njëri nga sahabët, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ma min ayamin ahabbu al-a'mali ila Allah Azza wa Jall min hadhihi al-ayam al-ashr, nuk ka vepra më të bukura dhe më të dashura dhe më të vlefshme dhe më të privilegjuara se këta 10 ditët e Dhul-Hijjes. U habitën të pranishmit nga sahabët dhe i thanë, wala al-jihad fi sabilillah, e as gjihadi, e as lufta në rrugën e Allahut, që është një ibadet shumë i madh, që është një sakrificë shumë e madhe. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, wala al-jihad fi sabilillah, e as lufta në rrugën e Allahut. Por po se e veçoi, tha, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bi dhalika min shay. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, por po se një njeri i cili ka dalë me pasurinë e tij, e ka tubuar këtë pasurinë të cilën e ka grumbulluar, dhe me vetin e tij, dhe e ka harxhuar gjithë pasurinë e tij në rrugën e Allahut, dhe në fund e ka harxhuar dhe gjakun dhe shpirtin e tij, dhe nuk është kthia as trupi, nuk është kthia as pasuria e tij, vetëm ki mund t'ja kalojnë vlerën e adhurimeve dhe ibadeteve të cilët bëhen në këto 10 ditët e Dhul-Hijjes. Për ata selefi të parët nga sahabët, nga tabeinët, nga dietarët e mëdhenj, ju jepshin vlerë dhe i veçoshin 3 të 10-tat.
e cila ishin 10 të parat nga ta, ishin 10 netët e fundit të muajit të Ramazanit, për shkak se në të janë vlera shumë të mëdha dhe në të është nata e Kadrit, e cila është më me vlesa 1 muaj. Po ashtu i jepshin 10 ditët e Dhulhijhes, të cilët jeni në adhurime të veçanta dhe u përpiqshin më tepër ata në adhurime duke qenë më të devotshëm në praktikimin e fesë, duke filluar me farzët, duke filluar me namazin që ta falin në kohën e vet, me sunetet e saja dhe duke u përpiqur që të jetë namazi i farzëve që të falet në shtëpijet e Allahut, të falet në xhamiat, për shkak se vlera është e shumë fishuar në këtë ditë. E pastaj ata dhe e shtonin sadakan, e shtonin bëmirësinë, shtonin vepra të mira duke u ndihmuar jetimëve, duke u ndihmuar nevojtarve, duke u ndihmuar të varfëve, skamnorëve, atyre që kanë nevojë t'ia shtrin dorën, ju ndihmonin në këta 10 ditë, sepse tha nuk ka ditë më të vlefshme se këta 10 ditët që njeriu bën vepra të mira dhe leximi i Kuranit shumë fishohet dhe sadakaja shumë fishohet dhe nafilet namaz shumë fishohen dhe dhikri në këto ditë shumë fishohet, sepse tha Allahu Azza wa Jall wadhkurullaha fi ayamin ma'lumat, përkujtojeni Allahun, përmendeni Allahun shumë në këta ditë të cilet janë të caktuara. Këta ditë janë 10 ditët e Dhulhijhes, derisa dietari i madh Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala tha se këta 10 ditët janë më me vlerë dhe më të dashura te Allahu dhe shpërblimi është më i madh se sa 10 ditët e fundit të Ramazanit. Natët e fundit të Ramazanit janë të vlefshme, mirë po ditët më të vlefshme janë ditët e Dhulhijhes. Ashtu siç tha, nata më e vlefshme është nata e Kadrit, kurse dita më e vlefshme është dita e Arafatit. Dita e Arafatit është dita më e zgjedhur në tërë vitin. Për ata tha se ditët më të zgjedhura janë këta ditë të cilat janë të Dhulhijhes, çdo adhurim, çdo ibadet, të cilët bëhet në këto dhjeqe, shumë fishohet tek Allahu Azza wa Jall. Pse? Sepse kanë thonë dietarët, njeriu në 10 ditët e Dhulhijhes i përfshin të gjitha dispozitat e shariatit, mundet që njeriu të kryejë haxhin, bën njeriu që të jep zekatin dhe sadakan, dhe në këto ditë të agjëron, e sidomos në ditën e Arafatit, ku tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha. Shpresoj tek Allahu Azza wa Jall që Allahu do t'ja fal gjunohet e një viti të kaluar dhe një viti të ardhshëm, ai i cili agjeron një ditë të ditës të Arafatit. Pra kjo vlerë nuk është as një ditë tjetër përpos se ditës Arafatit, që Allahu Azza wa Jall aq shumë i ka dhënë vlerë dhe aq shumë i ka dhënë privilegj, sa që kjo ditë nëse agjërohet, falen mëkatet për 2 vite, vitin e kaluar dhe vitin e ardhshëm. Po vëllezër të nderuar, dietarët islam, sikur që ishte Said ibn Jubairi, thot në 10 ditët e Dhulhijhes nuk mundemi ta takohemi as në ders e as në vende të ndryshme, ishte i dhënë pas ibadeteve, ishte i zonur me adhurime, se thonë te Allahu Azza wa Jall i ka zgjedhur ta 10 ditët, janë ditë as të vlefshme, saqë shumica prej njerëzve neglizhojnë, i japin ndoshta rëndësi muajit të Ramazanit, që është farz dhe është obligim dhe është ibadet i madh, mirë po nuk janë të kujdesshëm në 10 ditët e Dhulhijhes, ku shpërblimet shumë fishohen dhe Allahu Azza wa Jall e ka quajtur ditën e Arafatit aq dita e madhe, saqë në ditën e Arafatit e ka përfundu fen dhe në fund e ka zbrit ajetin e fundit në ditën e Arafatit, në haxhin lam tumirës, ku tha el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Fa sot ja u plotësova fejen unë ju
dhe sot ja u plotsova begatit e mia mbi ju dhe jam I kënaqur që feja juaj tjetë Islami, është dita e Arafatit. Derisa tha Muhamedi alayhi salatu wassalam, dita e Arafatit është një ditë aq e vlefshme sa që Allahu Azza wa Jall zbret në qiellin e parë të tokës special për ata të cilët gjindjen në vendin Arafat në ditën e Arafatit. Derisa dietarët kanë thonë se dita e Arafatit është më me privilegj se sa nata e Kadrit. Nata e Kadrit është të fshehur dhe asnjëri nuk e di, mirë po ditën e Arafatit çdo njeri e di se është e caktuar. Dhe natën e Kadrit zbresin melekt, kurse në ditën e Arafatit zbret Allahu Azza wa Jall në qiellin e parë të tokës, ashtu siç I ka hije madhërisë së Tij, thot nga madhështia e madhe, nga pozita dhe vlera e ditës së Arafatit, dhe ju drejtohet melekve, ju bahi bihimul meleke, dhe krenohet Allahu Azza wa Jall tek melekët e Tij për ata të cilët vinë Arafat dhe ju thot, madha arada haula, çfarë qëllimi dhe çka I ka pru dhe çka I ka sjell këtu në këtë ditë. Ato thanë, o Zot, këta kanë ardhur vetëm se me të adhuru, me të madhru, me bë lutje dua dhe për faljen dhe mëshirën dhe për xhenetin tënd. Allahu Azza wa Jall tha, qad ghafartu lahum, tregoju atyre se unë ja kum fal të gjithë mëkatet atë ditë. Dhe atë ditë nuk ka shejtani më I pështrum dhe më I nënçmuar në ditën e Arafatit, edhe thot në ditën e Bedrit. Pse? Se është nënçmuar edhe është për unë atë shumë, sa që është mundu e ka dhënë maksimumin e Tij, mundin e Tij, që Ti devion njerëzit, thot vinë në ditën e Arafatit, I ngrejnë durt njeriu, ban lutje, ban dua, e Allahu Azza wa Jall ja fal krejt mëkatet, aja xheron një ditë Allahu ja fal mëkatet e vitit kalum dhe mëkatet e vitit ardhshëm, dhe shejtani është shumë I dëshpëruar në këtë ditë e cila është dita e Arafatit. Po vëllezër të nderuar, këta ditë janë aq të vlefshme, aq të mëdha, saqë Allahu Azza wa Jall I ka privilegjuar dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam e privilegjoi shumë ditën e Arafatit dhe këta 10 ditë dhe ditën e Bajramit dhe e quajti Hajjul Akbar, fa haxhi më I madh është dita e Bajramit, sepse në ditën e Bajramit therrët kurbani dhe rrjedh gjaku dhe derdhet gjaku I kurbanit dhe afrohet tek Allahu Azza wa Jall. Për atë prej shariatit ton dhe prej sunetit të Muhamedit alayhi salatu wassalam është thirrja e kurbanit, e cila është një vlerë aq e madhe dhe privilegj aq I madh, saqë Allahu Azza wa Jall aq e çmon, saqë Allahu subhanahu wa taala e ka zaventsuar me një sakrificë të një pejgamberi të madh Ibrahimit alayhis salam për djalin ja kompenzon një dash prej dashave të cilët I ka zgjedhur Allahu Azza wa Jall prej xhenetit e zbrit në tokë dhe e bën një sakrificë, dhe çdo njeri I cili e bën këtë sakrificë e shpërblen Allahu Azza wa Jall shumë. Pra ai që ka mundësi që ditën e Bajramit të thirr kurban, mos anashkalon këtë ibadet të madh. Mos ta lën këtë ibadet të madh, sepse Allahu tha inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. I ceki 4 elemente shumë të rëndësishme dhe tha namazi, kurbani, jeta dhe vdekja janë vetëm për Allahun. Do thot e përfshiu këtë jetën edhe vdekjen me namaz dhe me kurban, që është një adhurim I madh I Allahut që afrohet robi shumë tek Allahu Azza wa Jall. Po vëllezër të nderuar, ti shfrytëzojmë këta ditë me dhikr, ti shfrytëzojmë këta ditë me lexim të Kuranit, ti shfrytëzojmë këta ditë me sadaka, ti shfrytëzojmë këta ditë duke prezantuar në xhami, duke e fal namazin me xhamat, se shumë fishohen veprat në peshorën e veprave të mira. Po ashtu lutja dhe duaja, është ditë që pranohet shumë lutja dhe pranohet shumë duaja. Mos eziton njeriu që të bën dua shpesh, e sidomos mes ezanit dhe ikametit, e sidomos në ditën e xumë, e mos xumoje e pas iqindie që ka në transmetime derisa të perëndon dielli, janë momente që Allahu Azza wa Jalla shumë afër robit
për t'ja pranuar lutjet. Elusim Allahun Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala na i pranon të gjitha lutjet, na i pranon të gjitha ibadetet, na regjistron në peshorën e veprave të mira, na zgjedh na bën rob të devotshëm, që të marrim shpërblime të shumta, që të shfrytëzojmë ta sezonat, që Allahu Azza wa Jall me pak punë ka shumë shpërblime, si thash, kjo është ummet i mëshiruar nga ana e Allahut, se me pak adhurime, me një ditë adhurim falen 10 mëkatet, me 10 ditë që përpiqës i ki shpërblime sa për tan vitin me bujë ibadet, e janë vlera shumë të mëdha që i ka zgjedh Allahu Azza wa Jall apostafat për ummetin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Elus Allahun Azza wa Jall që të na pranon veprat, adhurimet e mira. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.